ajo që më ke ofenduar mu për masazhin e futbollimit, se ke thënë shumë e shpifur kjo skenë. Çka është kjo skena jote ta shpiftu? Po ti ajo që ke Ço gjëja shumë e shëmtuar, po ta them dhe herë dhe të vi ofenduar. Mu më pengon mërë me ma prejk tjetra me mi bo moska. Po për ta ki drejt se nuk e din që reflekton dikush jashtë. Femër, lik, atë se ta tregoj ishte. Qa thash? Qa thash une? Si është për gjallat që më ke akuzu mu jeti po vetë. Nuk më thonë as flirt, as lidhja, as një sen. Mashkullin tem dora huj se prek, me kon lidhje, okej? As për masazh, as për mos kaftyre, as për as një sen, edhe pik. Mendja jote, e di ku është problemi, ti ke një mendje perfekte. Po ofendimet kanë ma trona se sa që kisha mujt me marrë me men. Vetëm me këtë që thua je ullët, moj. Gjitha ato gjana që ajo i ka paragjyku, deri me sot është të i bo ajo sot. Ti ke folë për mu, a ke folë ti për mu? Kurse si nuk janë veprimet e nenës të njëjta me veprimet e Esterit. Për ta. Mesazhin e dashur ke kaluar në një gest prostitucioni. Andrea qote citon këtë punë si prostitucion edhe më thot mu që gratë du të miru burrat për meje. Qa ko të bëj ajo nëse bën masazh? Ti e nxojnë atë lloj konotacioni sigurisht e ku madh. Më akuzun prostitucion, Jo, se s'laun e ty heq, për deri sa e thutin këtë mënyrë. Gjo mua, mos ngri zërin, se po që për ngri zërin ngri dhe Qysh duhe ngri zërin? është të ndërhy në një qeshti që nuk ka të bëj aj heq, dhe më thonë është krejt jashtë loje. A ti shef me ta prek mashkullin tënë, po ku e bane të jatë shoshnik për të mujt dhe ti sa mu që mi bën njerit masazh. Femër 29 vjeç dhe të ketë këtë mendje perverse, unë e kam parë vetëm te nena. Asni sa nuk ty s'ta kun bo paragjykim, zero, ti ja ke nis me paragjykime, bëje thash, bëje. Për familjen time. Po, e unë ja ku pas familjene. Kneja nej, unë e kam familje, du më thonë si pasojnë s'pas në familje. Të vi turp për femrën që je. Ty dëdhem, e vërteta ty dëdhem. Ama ke përmen masazhen? A ke përmen masazhen, po? Nena detyrimisht jam mbyll gojen që unë ky është profesioni im, domethënë që këtu bie poshtë gjithë debati që Esteri bën kaqin nenës. Ti më o ignorante femër. Edhe ofendimet që mi ka bon, normal që më dhomin shumë, se e di që i një nona jem, i një motrat e mija, vllaznit e mi, shoqnia jeme. E di që ke shkaktu vetëm e fjallit që ke bot djemoj. Është e sikleshme si gjallë. Pa e ka thënë me ti kur më ke akuzu mua, e kjo ja ka nis me mene perverse. Po qatë me ndojmi kur jit për tjetërit sipër me vaj, moj, o ignorante. Sen si ka dal ftyra hala, që ka komi dal kësajna edhe pak ditë që i kanë met me najtë këtu. Ignorante femër. Ka në tjetër kemi një Ester që agravohet. Po pas ka diferencë shtrimi aty të di, pas ka diferencë. Po vike ti po mjep ke mua moral që pse e shtypa unë në duelin me këmbë. Ke fut në sherrë 2 familje. A ke fut familjen ta me ti mund i keq? Jo, pej mojet gishta, vdej mojet kresë, ka gjelozin ma të madhe se trupin. Ke mendje perverse. Andrea po ashtu që do sikur të sheshoj, po prap dhe ai agravon me fjalë. Je mendja më e fllihur e pamoralshme. Situata që është krijuar është tepër e poshtër, e pisët dhe e pamoralshme. Reagimin e Andreas nuk është shumë e hijshme. Ndoshta ti mund ta bësh për lojë, ti e ke bë për lojë, pak e ziko, emrin e të dashurës time, situatën nuk dua ta zini më ngurt. Përdesa edhe unë jam motra e dikujna, edhe unë jam qika e dikujna, edhe kjo lojën time ka shfrytzu, me më ofendu, me mbullizu në mënyrën e vet, çush e ka bë, normalisht që unë e kur e shoh, kom ja kthy njëjt, edhe ti e bën e vete. Për mua është një njeri me një mendje të mykur. Nuk ta thash veç unë. Kush je ti? Unë jam Nena Queen. Nena Queen. Na letushin. I flet goja përpara mendjes. Kush je ti? Esterit i ka rrit loja totalisht. Bëj masazhe me vaj. Edhe 100 jetë mi bosti. Ti bën masazhat durçata. Do të thonë diferenca e masazhes s'ka ka, pse unë kum përdor vaj, e kjo s'ka përdor vaj. Krejt çka mi citon mu ti double.
kafsh në një trup njeriu. Kafsh, rruje prej kafshës pra. Moshkull kuder, që i mon qokët personi i mon, se s'ka burnin trup vetin. Tjep epitete që janë ma tultat, ma të pistat që mundet mjë dhoni femnës. Andrea është shumë moshkull i pavlerë. Jo, më fëqa të kërëra rast, e ka të kom lërë ti që ka të bukur të jashtë, e kom byllë, se s'ka pas që e marrë dhe më të. Ja, do më thonë, ke pas kalon lidhjen për marrë në fermë. Më thonë, kjo për vëmendje për gjuj ka njerin. Një rotë të kemi ide. Shka thonë Andres, kujdes shumë me fjallët e tua se kur nuk e din se qka cilë jeta nesër mas nesër, se dhe unë jam qika e dikujna. Ja, kum kalzu në lakun krina, kuj që e përmen lakun këtë. More kokre klosharit. Go, 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 go.